Në seancën e zhvilluar këtë të njëjtë në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, tensionet mes opozitës dhe shumicës morën përmasa të mëdha për shkak të akuzave për gjuhën seksiste dhe kërcënimeve ndaj deputetëve. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi u shpreh se ishte ndjerë e lënduar nga mënyra se si kryetari i kuvendit dhe deputetët e shumicës menaxhuan situatën. Në fakt, dua të ndaj me ju që nuk jam dje rrëfyer nga ajo që u tha dje nga kryetari i grupit tuaj parlamentar, sepse njerëz me veprime si të tij e turpërojnë parlamentin. Por jam dje e lënduar për mënyrën se si kryetari i kuvendit e menaxhoi situatën, që në mendimin tim e menaxhoi shumë keq, në mënyrë të turpshme dhe me mos distancimin nga ana të paktën të grave deputete të Partisë Socialiste për atë që u tha në foltoren e kuvendit. Deputetja socialiste Sara Mile ju përgjigj Vokshit duke theksuar se edhe vetë ajo ka qenë objekt epitetesh dhe akuzash nga demokratët. Zonja Vokshi është ndjer ofenduar dje. Nuk e di nëse asaj ka ardhur po kaq keq sa unë kur kolegët e saj paturpsisht do thoja përdorin vazhdimisht epitete nga më të ndryshmet, sidomos asociuar emrit tim. Nuk e di nëse jam e sigurt që vajzat e saj janë ndjer shumë keq dhe më vjen edhe më shumë keq për këtë. Nuk e di nëse ajo ndonjëherë është ndjer keq që vajza ime 3 vjeçare do shohi videot në internet se si kolegët e saj i referohen personit tim si një frymëzues për ata që sot vuajnë dënimin nëpër burgjet e Shqipërisë dhe se si Miss Burgu lidhet sot me emrin tim më shumë se çdo atribut tjetër që un kam në shoqëri. Një ditë më parë, Tauland Balla kishte sqaruar se numri telefonik 0900 i përmendur në debat nuk ishte një fyerje personale, por lidhej me një linjë informacioni të Bashkimit Evropian. Megjithatë, kjo nuk i ul tensionet mes dy palëve, duke nxjerrë në pa një klim të tensionuar për trajtimin e grave në politikë dhe etikën në foltoren parlamentare.